Në ditën ndërkombëtare të moshuarve, Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar një aktivitet të veçantë për banorët e shtëpisë të moshuarve, vendi i jetës dhe i shpresës. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtëherë festa u zhvillua në ambientet e teatrit Zihni Sako, ku atmosfera u gjallërua me këngë, valle, ëmbëlsira dhe dhurata simbolike. Mes të pranishmëve ishte edhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, i cili uroi të moshuarit dhe premtoi më shumë për kujdesje për këtë kategori. Po jemi këtu për të qenë së bashku, për që një familje, së bashku e me stafin të cilët unë nuk e kam zakon të lederoj, po në raset tila pa tjetër që është prej milionit të falenderimi edhe për gjithë ju, se cilën për ju, sepse një familje madhe që u a bëni më të letë, u a bëni më të bukur, edhe si mjek po them që ilaçimi i mirë dhe trajtimi i mirë është thjesht arbusqeshja që më falni nënave, baballarëve, gjyshëve dhe gjyshëve. Dhe them me të vërtetë mbase është një moment edhe për mua reflektimi për të patur më shumë edhe në buxhetin e vitit pasardhës, më shumë mbështetje për qendrën tuaj edhe për të cilin prej jush që jo thjesht ato kushtet bazike. Pra jo thjesht kushtet bazike, por do të patur edhe një kalendar aktivitetesh, ashtu siç kemi kalendar aktivitete dhe është përgjegjësia e drejtoreshës së aktiviteteve që të përfshin jo thjesht me drejtorinë arsimore, por duhet që edhe me drejtuese, me Dorin, duhet patjetër që të kemi një kalendar aktivitetesh për të patur më të përfshirë në komunitet nëna, baballarë, prindrit, gjyshit dhe gjyshëtarë. Ky vit ishte i veçantë për zhvillimin e festës jashtë ambienteve dhe ajo forma tradicionale që ne kemi bërë. Shumë faleminderit për organizimin. Për ta u interpretuan poezi dhe këngë nga artist lokal, duke e kthyer ditën në një festë të ngrohtë dhe të mbushur me emocione. Shumë më e mirë se sa në shtëpi dhe në shtëpi që të ishim vetëm ose kështu. Më mirë jemi këtu. Unë ka bërë vite që jam vetëm, jam të më thonë, unë të ri vetëm në shtëpi dhe unë vjen më mirë, më sigur, më shumë. Fati i madh që unë erdhëm në Gjirokastër, e mendoj Gjirokastritët gjithmonë edhe Gjirokastritët që janë njerëz të mrekullueshëm, por më e forta dhe më e mira, unë kam gjetë një ekip të mrekullueshëm që domethënë duke vënë epitet për ai se mbretëresha 1, mbretëresha 2, që janë të mrekullueshme. Kjo ditë u kthye në një apel për të gjithë shoqërinë, duke kujtuar se të moshuarit kanë nevojë për dashuri, vëmendje dhe ngrohtësi. Për te festës mesazhi ishte se respekti dhe kujdesi për moshën e tretë duhet të jetë pjesë e përditshmërisë sonë.